Parashikimi I motit në RTS. Të nderuar shikues të Radio Televizioni Shqiptar Mbrëma, mirë se erdhët në hapësirën e motit. Europa verilindore po ndikohet nga presioni I lartë atmosferik dhe masa ajri kontinentale duke sjellë stabilitet të kushteve atmosferike edhe në gadishullin e Ballkanit. Pra në vendin ton për orët e mbrëmjes do të kemi kthjellime dhe pranit të mjegullës kryesisht në verilindje. Temperaturat regjistruan vlera në zonat malore 6-20 gradë, zona qendrore 10-25 gradë, në Bregdet 12, maksimumi 26 gradë Celsius. Edhe në Kosovë për ditën e mërkur, moti do t'jetë me diell. Mjegulla në orët e para të mëngjesit. Temperaturat do të luhaten 7-9 gradë në mëngjes, 18 deri në 21 gradë në mesditë. Për 24 orët e ardhshme në vendin ton, moti do t'jetë me kthjellime dhe vranësira të pakta deri mesatare në mesditë në zonat malore. Era do t'jetë me drejtim veri perëndim 7 metër për sekond dhe dallgëzim të forcës 3 kryesisht në det të hapur. Por temperaturat do t'jenë me rritje në mesditë. Unë falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë natën e mirë. Rajoni nesër. Europa nesër.